Kthehemi edhe një herë së bashku me një falënderim për gjithë juve që na ndiqni, na komentoni, po natyrisht edhe nuk jeni dakord me çdo gjë që thuhet. Të lutem merr pak mikrofonin Alisa, si e shikon këtë situatën që sapo diskutuam, Brikena, Mateo, të dy e kanë mendjen te loja, njëri është i përfshirë vërtet apo jo, do të ti ke jetuar pak edhe nga afër, kështu që meqense tu përmend emri shpesh aty brenda. Po pra e pash dhe faleminderit që më përmendën emrin, por pas kam akoma ato mbresat e vjetra, po unë shoh që nuk mos e kam besuar në dashuri asnjëherë, po pavarësisht që të dy janë. S'ke besuar në dashuri? Dashuri atyre të dyve. Jo, në dashuri besoj unë. E pra se jo, në dashuri besoj, jam një nga vetëm që besoj në dashuri. Po puna është që dashurinë e tyre kam parë çik më shumë si lojë. Tash duke kam bën kohë që s'kam qenë aty, por njëti mendim jam akoma. Lojë shoh më shumë të dyve. S'do të thonë që nuk janë të dy janë, ajo është djalë i mirë, kjo është gocë e mirë, por tash është i lojë shumë e vënuar që të rikthehet akoma e dashuria. Më mëra që është fundi tash. A mendon ti se hyn Mateo te tipat që pëlqen Brikena? S'kam humbur kohë shumë me mendu ato gjë, po më mend që shumë e vonë. Hekur rifët kur është i ngrohtë. E qartë. Dua të pyes dhe pak Arbrin, se dhe Arbri është çik si mërzitem. Çka ke Arbër? Jo, unë realisht mërzitem. Mërzitem sepse shoh që si ka mundësi që dy të rinj që përballuan gjithë ato gjëra brenda shtëpisë për kaq shumë ditë, në një kohë kaq të shpejt janë të gatshëm ta shkatrojnë atë që ndërtuan. Po sepse kjo është një fenomen që ndodh dhe jashtë. Domethënë, pse krijojnë këtë sigurinë që kur e kanë dikë, duhet të dashuria është sakrificë, nuk është vetëm qef. Domethënë, pse kuptoj këtë dëshirën e të dyve për ta shkatruar dhe për ta ulë njëri tjetrin me sekonda. Godit njëri, godit tjetri. Nëse do isha unë në vendin e atyre, unë sot do t'i kisha dhënë të drejt partnerit tim që kisha në krah, edhe sikur ta kishte gabim, dhe kur të mbaroj emisioni, do kisha gjetur një moment, tulesha, flasën. Se këto janë gjëra që ndodhin në jetën e përditshme dhe shumë njerëz ndahen edhe në fund as nuk e kuptojnë pse janë nda. Por realisht mendoj që duhet përpiqen më shumë për njëri tjetrin. Jo sa t'i vi mundësia, bab gozhdën në tokë. Jo, unë mendoj që Brikena ka rënë në dashuri. Sepse thjesht ndjenja e xhelozisë Brikenës, pra domethënë që kërkon vëmendjen. Po Mateo ka ra apo? Tashi Mateo do të thotë që unë të kam, por unë flas për Brikenën, sepse vetë vajza, gruaja, për gëdhelet do vëmendje. Ai për shkakun duhet të jepte çik më shumë vëmendje Brikenës. Pra, edhe duhet të luftoj pak për ta mbajtur marrëdhënë. Unë e shikoj Brikenën që ka rënë brenda. Brikena rezistoi dhe ka inatin me veten e saj brenda. Unë ja dhash puthjen këtij dhe ky tani thotë kam unë këtë dhe mund të bëj çfarë të dua. Dhe kjo është ndoshta edhe ndjenja. I krijon pra Brikena nga e sigurt që ishte para puthjes, tani është e pasigurt, se thotë mos më ka dashur. Se që kontrollin tani ja dha atij, nuk e kam. Ja dha atij kontrollin dhe kjo është frika që mendoj unë që ka Brikena dhe unë mendoj që ka të drejtë që ka frikë. Nuk mund ta ketë nis si loj Brikena, por mendoj që tani ka rënë brenda. Okej. Artanti, kam të drejtë apo jo? Nuk ke shumë besim ke Mateo. Jo dashi kur hidheni. Unë faktikisht gjithmonë kam ditë që është lojë, domethënë. Unë s'kam as si besim që ato kanë dashuri me njëri tjetrin, asnjëherë. Gjithmonë kam pas lojë. Ashtu, ë? Ashtu. Po se lin me Gimbon? Edhe aty. Po Arbri me Monikën? Ato kanë dashuri Ledion. Ato duan vërtet. Bile ato duan më shumë se ka gjithë. Desha më përgjigj pak Monikës, se edhe Brikena është shej dashi si Monika. Ju dashi kur bini dashuri nuk prishti. Unë e di që është dem. Dash. Me 9 prill. Brenda Big Brotherit. Kur dem është Mateo atëre? Demi Mateo, se mbaj mend të bisedën e saj, unë jam dashi, Demi e kështu. Po Mateo është. Kur hidh ta dashi, kur bien dashuri, nuk presin të hedhin direkt të shkatrojnë, se ka eksperjenca. O të duan, os të duan. Kështu pra, keni në mendje këtë gjën e dashit edhe Demit kur gjendeni përballë tyre, ndërkohë do doja të falenderoja shumë Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri me eksperiencën më të mirë 5G. Faleminderit Vodafone. Dhe do të shkojmë në shtëpi tani. Atëre, jam sërish me ju. Jam sërish